Qyteti heshte nata zbret, alo policia thret kur frika flet. Ajo del pa zhurm, pa jetë të qet, me uniform mbi shpin betim që spret. Në sy ka forc, në zemër ka mal, mes ligjit dhe jetës e cëm përbal. Kur shtëpia flet, e drita shkon, alo policia ruan rendin ton. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Grua në shpirt, polisë në rrug, një dritë që s'fiket në rësir të blot. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Një forcë që jeton, me zemër në mbron, dhe në çdo errësirë ajo sfitohet. Në patrull kufi në çdo stacion, alo policia të bën shkon. Në çdo paragjykim, heshtje dhe vështrim, historia e saj flet pa dyshim. Nga Shqipëria në mision e larg, alo policia dignitetin larg. Si flamur në bal, jo për pushtet, merr duar trokitje të vërtet. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Grua në shpirt, polisë në rrug, një dritë që s'fiket në errësirë të plot. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Grua në shpirt, polisë në rrug, një dritë që s'fiket në errësirë të plot. Mirëmbrëma të dashur teleshikues, u kthyem në emisionin Alo Policia, në emisionin ton të 10, live këtu nga Fax News. Ishim në tingujt e kësaj kënge që promovuam sot, të titulluar Uniforma e zemrës, dedikuar të gjithë punonjësve të policisë, familjeve të atyre që sot kanë rënë në krye detyrës, të gjithë atyre të cilët i shërbyen në devotshmëri uniformës policisë së shtetit, të gjithë atyre që punojnë sot dhe janë me uniformën e shtetit, dhe të gjithë atyre që do të jenë nesër dhe do të dedikohen kësaj force policie në shërbim të qytetarëve. Asaj policie që nëpërmjet këngës, nëpërmjet muzikës, duam të ofrojmë atë pjesën e re të moshës së re, meqense dhe ndryshimet ligjore në polici kërkojnë një polici që të jetë 9-30 vjeç, dhe kjo të japi më shumë dashuri, më shumë mbështetje dhe më shumë lidhje me këtë strukturë. Policia e 2050-s, asaj që duhet ndërtojmë, asaj që duhet fillojmë sot ta ndërtojmë. Më larg politika duhet nga strukturat e policisë, nga organizimi i saj, nga vizioni për të duhet të jetë një mbështetje totale, por njëkohësisht edhe një polici e cila do të jetë vetëm në shërbim qytetarëve shqiptar, të jetës dhe sigurisë së pronës tyre. Po prezantojmë të ftuarit e emisionit sotëm dhe pastaj po kalojmë në kronikën e përgatitur për të kthyer përsëri në debat. Jemi sot dhe kem kënaqësinë të prezantoj drejtorin Agron Qeli, drejtor i drejtorisë rendit publik në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Mirëmbrëma, faleminderit për prezantën tuaj gjithmonë. Është kënaqësi. Kam kënaqësinë të prezantoj Gendi Mullajin, i njohur tashmë nga të gjithë, edhe kryesisht nga media për kontaktet dhe komunikimet me ta. Është zëdhënës i policisë së shtetit. Mirëmbrëma zoti Mullaj, mirë se erdhët, kënaqësi që jeni në emisionin tonë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe sigurisht që në këtë emision kemi të ftuar në këtë panel për të diskutuar sot në temën tonë që është 113 vjetori i policisë së shtetit, pra ajo festa që policia pati ditën e martë. Sot kam dhe gazetarin Lavdrim Lita,
Faktor Pikal, faleminderit kënaqësi që jeni sot në personit të panel në emisionin tonë, në emisionin gjithë shqiptarëve, në emisionin tonë Alo Policia. Kalojmë në kronik dhe kthehemi në studio. Faleminderit. Këtë javë u mbajt 113 vjetori krijimit të Policisë së Shqipërisë, ndërkohë në vend janë organizuar ceremoni dhe aktivitete të ndryshme. Një nga aktivitetet qendrore u mbajt në Tiranë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë, të Policisë dhe të institucioneve të tjera. Në fjalën përshëndetëse të mbajtur gjatë aktivitetit në Tiranë, zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme i Shqipërisë, Xhemal Çefalia, u shpreh se policia është një institucion kaq jetik për shtetin dhe shoqërinë, e cila, sipas tij, më shumë se një shekull ka qëndruar në shërbim të rendit dhe sigurisë së qytetarëve. Historia e këtij institucioni është historia e përpjekjeve të pandërprerura dhe përballja me sfida të vështira dhe të ndryshme. Gjatë këtyre viteve, policia ka qenë gjithmonë pranë qytetarit në ditë të qeta, por edhe në momente të vështira dhe krizash, tha Çefalia. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shqipërisë, Ilir Proda, gjatë fjalës së tij, u shpreh se sot të nderojnë një histori, një mision dhe një institucion. Organizata jonë ka ecur krah për krah me historinë e vendit, ka përballur sfida të mëdha, tranzicione të vështira dhe momente vendimtare, duke ruajtur gjithmonë misionin e saj, mbrojtjen e jetës, pronës dhe sigurisë së qytetarëve. Rrugëtimi i saj është një histori sakrifice, guximi dhe përkushtimi, ku çdo uniform flet për një detyrë, çdo emblem për një frym dhe çdo veprim për një premtim të patundur ndaj shoqërisë, tha ndër të tjera Proda. Ndërkohë, ceremoni dhe aktivitete të ndryshme janë organizuar edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, si data e krijimit të Policisë së Shtetit Shqiptar, 13 janari i vitit 1913. U kthyem në studio, jemi me zotin Qeli. Zotin Qeli, e pat kronikën, ju ishit pjesë e këtij festimi. Çfarë është ky për ju 113 vjetor, për ju dhe organizatën e policisë, 113 vite, histori, suksesi, vështirësish, problematika që ka pasur? Radhë parë dua t'ju falenderoj, zoti Sota, për këngën që keni promovuar, për tekstin, muzikën, interpretimin dhe gjithçka. Na vjen mirë që na keni vlerësuar në këtë këngë kaq të mirë dhe kaq të bukur, dhe jemi na frymëzon edhe për punën në vimësi. 113 vjetori i krijimit të Policisë së Shtetit është një moment të reflektimi, krenarie, angazhimi Policisë së Shtetit si garantuese e rendit dhe e sigurisë publike. Po kështu është një respekt për flamurin e Policisë së Shtetit, flamurin kombëtar, nuk diskutohet, flamurin e Policisë së Shtetit, emblemën e Policisë së Shtetit, të cilën e kemi të trashëguar dhe të gjithë sot po punojmë me devotshmëri për ta mbajtur dhe për ta çuar më përpara gjithë ato arritjet që kanë bërë në breza punonjësit e policisë. 113 vjetori shënon trashëgiminë historike të Policisë së Shtetit, që nga momenti i krijimit deri në ditët e sotme, që është detyra jonë, ajo që thashë më parë, që ne ti përcjellim dhe ti çojmë në breza, duke i transmetuar deri në sa të jemi dhe duke zvendësuar brezat në Policinë e Shtetit. Ajo shënon vazhdimsinë dhe qëndrueshmërinë e misionit të Policisë së Shtetit për garantimin e rendit sigurisë publike, për zbatimin e ligjit. Shënon sakrificat dhe kontributin e gjithë punonjësve të policisë ndër vite dhe të 231 dëshmorëve të policisë, të cilët kanë rënë për shkak dhe në krye të detyrës. Shënon zhvillimin dhe modernizimin e Policisë së Shtetit duke u përkushtuar me sfidat e kohës, si zhvillimin e teknologjisë dhe standardet bashkohore. Forcimin e besimit në komunitet, duke bërë një analizë të punës që kemi bërë deri tani dhe duke marrë angazhime të tjera për të ofruar akoma më shumë dhe për të rritur akoma më shumë cilësinë dhe shërbimet ndaj qytetarëve.
Pra të gjitha këto janë detyrime që ne sot i kemi dhe do t'i përcjellim edhe mëtej në brezat që do të vinë me qëllim që gjithë puna e policisë së shtetit që është krijuar që në momentin e parë si një institucion themelor i shtetit për ruajtjen e rendit dhe të sigurisë, që nga momenti, që nga viti 1913 deri në ditët e sotme. Pra, gjithmonë për të qenë korrekt dhe për të zbatuar dhe respektuar dhe për të kryer misionin që ka policia e shtetit. Ne do të ndalojmë së bashku edhe në disa etapa, thjesht për të analizuar të çfarë është bërë në vite nga kjo organizata e madhe e policisë, organizata më e madhe në vend. Ju përgëzuat për këngën, por është shumë pak, është simbolike, ajo çfarë ne kemi përgatitur me dy këngëtarët të njohur tashmë, si Eon Tahiri të Uta Tenolli dhe orkestrimi dhe ajo çfarë është përgatitur nga Endri Shehu. Kjo këngë sigurisht që do të jetë e shoqëruar nga një trup baleti moderne, me veshjen e policisë, me djemë dhe me vajza, dhe ne do t'i adhurojmë organizatës, dhe kjo do të jetë një këngë e cila ne do t'ja çojmë dhe t'ja përcjellim rinisë, dhe rinia duhet na kthej dashurinë dhe besimin tek struktura e policisë së nesërme. Do t'i mullaj, ju jeni një person i njohur tashmë publik për shkak të komunikimit pafund, dhe nuk e di si ja dilni me gjithë ato media bashkë, po jeni të zëdhënësi i ministrisë, zëdhënësi i policisë së shtetit. Ky 113 dhjetor, festa e policisë, aq bukur u përpunua, me siguri është edhe kontributi dhe puna juaj. Si u përcoll kjo gjë, edhe si u prit, sa të vështirë dhe sa të bukur ishte ta transmetoni, ta çoni ato tek çdo shqiptar, ke çdo punonjës policie, për gjithë ata të cilët kanë dhënë rininë e tyre dhe kanë dhënë kontributin e tyre për policinë e shtetit. Faleminderit. Siç e tha dhe drejtori Agroni, 113 dhjetori i policisë së shtetit ishte jo thjesht një fest, jo thjesht një përvjetor, po ishte vërtet një reflektim i thellë dhe një analizë e thellë e gjithë punës policisë, po dhe një pasqyrim i gjithë angazhimit dhe sakrificës që bëjnë punonjësit e policisë në terren. Ju e përmendët që qoftë dokumentari apo gjithçka që ishte përgatitur me shumë seriozitet, ne nuk bëmë në një gjithë veçantë, nuk investuam mas para, thjesht grumbulluam mundin dhe djersën e punonjësve të policisë. Pra, të gjitha pamjet filmike janë reale, janë sakrificë e punonjësve të policisë në terren, që nga policia rrugore, policia e rendit, shqiponjat, forcat operacionale, forcat kombëtare të sigurisë, reparti elite Renea, pra gjithë strukturat e policisë shtetit që janë angazhuar ndër vite për të kontribuar në sigurinë e qytetarëve. Kam mbetur i befasuar vërtet nga qasjet e publikut tek 113 dhjetori i policisë shtetit, pasi siç dhe ju e thatë, unë menaxhoj dhe rrjetet sociale të policisë shtetit dhe duke parë klikimet që qytetarët bën tek rrjetet e policisë shtetit, tek postimet e ndryshme që ne bëm për 113 dhjetori, kishte vërtet një rritje të deri në 10 fish në krahasim me vitet e kaluar. Video që kanë arritur nga 200k e lartë, pra nga 200.000 shikues e lartë, pra kjo tregon që qytetarët tash nuk e shohin më policinë si të mjanuar, apo nuk e shohin më policinë vetëm kur kanë nevojë, por e shikojnë policinë pjesë të tyre të përditshmërisë tyre dhe kjo është një mesazh shumë i mirë për gjithë punonjësit e policisë që nuk janë vetëm, kanë qytetarët në përmbushjen e misionit të tyre. Nuk e gjitha, ju jeni pjesë e elitës së gazetarisë dhe si tillë ju jeni shumë aktive dhe në ndalit ose në ekspozimin tuaj mediatik, por edhe në median e shkruar. Shpeshherë media ose disa media janë kritike me policinë. Ne gjithë bëhemi dhe jemi kritikë sepse duam një polici më të mirë, një polici më perfekte, një polici e cila të largohet gjithmonë më tepër nga influenca e politikës. Por politika është prezente, duam s'duam, ne kemi parë ato ndër vite. Nga 92 deri më sot, numri i ministrave është mbi 25. Pra 25 ministra janë ndruar. Drejtorët e përgjithshëm është një numër i lartë i konsiderueshëm. Dhe kush vjet ministri brendshëm, kush vjet drejtori i përgjithshëm, sulmet, kritikat janë pafund.
këndvështrimi juaj i parë në këtë 113 vjetor, në këtë festë, të paktën një ditë vetëm të përkushtohemi në gjithë vitin policisë shtetit? Unë jam një njeri që nderoj uniformën, kam punuar sepse shumë pak veta e din që unë kam dhe kontribuar si në Ministrinë e Mbrojtjes, si në Ministrinë e Brendshme në pozita të ndryshme këshilltari, drejtori dhe kam një respekt veçantë për njerëzit në uniformë, e di që sakrifikojnë shumë, orar pa orar, shpeshherë edhe në kushte shumë të vështira të terrenit dhe të shoqërisë shqiptare, e cila shpeshherë gjendet përballë problematikave të ndryshme të kriminalizimit apo fenomeneve kriminogjene në shoqëri. E di që policia e shtetit është në syrin apo në fokusin e gjithë mediave në vendin tonë. E di punën nga brenda të punën që bën Mullaj në drejtorinë e përgjithshme, kemi bashkëpunuar bashkë dhe e di intensitetin që ka dhe përgjegjësinë që ka ky institucion për të komunikuar me publikun në çdo moment, ngjarje pas ngjarje, në kohë reale, çka shpeshherë nuk e bëjnë dhe policitë më të mëdha të vendeve të rajonit, por mos të thënë dhe vendeve të tjera të Europës. Pra komunikimi efektiv me qytetarët për të bërë transparent çdo ngjarje, çdo problematikë që ndodh me karakter kombëtar apo lokal, është një moment që duhet përgëzuar dhe duhet vlerësuar nga qytetarët. Shpeshherë mediat fokusohen tek ngjarjet veçanta për të treguar një fenomen, por shpeshherë kanë agenda të ndryshme, politika ka agendën e saj, partitë politike kanë agendën e tyre, shpeshherë për të grumbulluar vota apo për të dëmtuar imazhin e një politikani, shpeshherë ajo bie mbi punën e policisë apo mbi punën e strukturave, dhe këto e them si një person që ka punuar nga ana tjetër. Dhe sot jam në një anë tjetër të medaljes në gazetari. Sigurisht policia e shtetit në 113 vite ka shumë arritje, ka kaluar sfida të mëdha, qoftë rënje dramatike të situatave të sigurisë në vend, siç është Më-7 apo ndrimet e regjimit komunist në regjimin demokratik, sfidat që ka pasur me protestat të mëdha të ndodhur në vend për të garantuar sigurinë. Ju them dhe një gjë, 20 janar ka qenë një ditë shumë e vështirë për policinë e shtetit. U kam qenë në bulevard për ta monitoruar si gazetar dhe pavarësisht se asaj çfarë ka ndodhur, policia ka qenë nën trysnin si të eprorëve politik, si të qytetarëve, dhe ka arritur ta menaxhojë më së miri duke mos u bërë palë me asnjërin nga ato që organizonin apo ata që e frymëzonin këtë gjë. Pra them që ka shumë nevojë për mbështetje, sidomos në paga, në pajisje, në infrastrukturë digjitale për t'ia lehtësuar punën më shumë policisë, dhe duhet vlerësuar jo vetëm me këngë, me mesazhe publike apo me nderime shtetërore, por edhe me shpërblime monetare, financiare për punën e tyre jashtë orarit, orar pa orar, në kushte të vështira atmosferike, sepse edhe kur bie shije, edhe kur bie borë, policia është aty 24 orë për të lehtësuar sa më shumë qarkullimin e mjeteve dhe të qarkullimit të njerëzve. Do të kthehem përsëri tek ju për të thënë dhe lidhjen që duhet dhe është midis gazetarëve të terrenit, atyre njerëzve që quhen heroj, që rinë në shi në ftohtë duke ndjekur një lajm, duke ndjekur ngjarjen, duke pritur dhe komunikuar me policinë e shtetit dhe informacione për t'ia përcjellë aty këtë si shqetësim publik, por dhe ato çfarë ne arritëm të bënim në bashkëpunim përsëri me policinë e shtetit, ku një skuadër futbolli midis gazetarëve dhe Ministrisë së Brendshme bëm të mundur me ndihmën e Federatës së Futbollit të bënim një ndeshje, sepse ne duam të shkojmë dhe të jemi një skuadër që t'i vlejmë publikut. Bashkë do t'jemi për të informacion publikut. Zoti Çeli, kthehem përsëri tek ju. Roli juaj është një rol shumë i rëndësishëm, drejtor drejtorie e rendit. Sa kapacitet ka policia e shtetit
e cila ka një mision fisnik, e cila ndahet në dy pjesë, e para rendin dhe sigurinë, por dhe ndihma që duhet të vijë qytetarit, familjeve të tyre, problemeve të tyre që kanë. Pastaj do të vijë dhe do të ndaloj tek ju zoti Mullaj për atë që themi sa heronj ka policia e shtetit, sa është numri i tyre dhe çfarë bëjmë për kompensim financiar, meqenëse unë kam pasur disa komunikime këto ditë pikërisht për këtë gjë. Fjallë për ju. Po, zoti Sota, siç tham, misioni i policisë së shtetit është garantimi i rendit, i sigurisë, parandalimi i krimit, zbatimi i ligjit, mbrojtja e drejtave dhe lirive të njerëzve, të qytetarëve, por po të marrim strukturat e rendit në përbërje të gjithë policisë së shtetit kanë kryesisht merren me garantimin e rendit dhe të sigurisë publike. Kjo detyrë themi se është realizuar shumë mirë nga punonjësit e policisë, punonjësit e rendit dhe të sigurisë publike, por ne jemi dëshmitar të gjithë që ka dhe vështirësi në kryen e kësaj detyre. Kemi vështirësi ato që kemi thënë edhe në emisionet e tjera, po edhe që janë bërë tashmë edhe publike, pasi nuk është vetëm policia e shtetit që mund të garantojë rendin dhe sigurinë publike. Janë dhe aktorë të tjerë. Është komuniteti, pra është publiku që duhet na ndihmojë për këtë siguruar rend dhe siguri. Pse e them këtë? Sepse jo në çdo rast nga qytetarët na vijnë njoftime ku shikojnë një ngjarje, ku shikojnë një incident, ku shikojnë një person që bën veprime në kundërshtim me ligjin. Të gjitha telefonatat që ne na vijnë në sallat e komandës të kontrollit menjëherë adresohen tek punonjësit e policisë që kemi në kontrollin e territorit dhe shkojnë, por jo në çdo moment ne duhet jemi në vendin e ngjarjes. Pra, ata qytetarë që janë në vendin e ngjarjes duhet të njoftojnë menjëherë me qëllim që ne të mbrim atje, pasi ka ndryshuar edhe shumë gjëra në policinë e shtetit, ka ndryshuar mjetet. Nuk janë më ato mjetet që kanë qenë dikur, janë mjete më të mira, ka pajisje shumë herë më të mira, mund të themi që krahasohemi me policitë e shteteve tjera të Bashkimit Evropian. Nuk kemi më ato makinat që i shikonit që i shtynin për shkak të karburantit e kudiun, por mjetet janë shumë të mira, pajisjet janë shumë të mira, por ne shërbimet i kemi ndara me zona policore dhe nuk mund të jenë në të njëjtin, këto shërbime nuk mund të jenë në shumë vende në të njëjtën kohë. Pra janë atë vend ku ne kemi bërë planizimin e shërbimeve. Kërkojmë që për rritjen e kësaj e cilësisë së shërbimit, për shkuarje në kohë, për mbritjen në kohë në vendngjarjet, gjithë qytetarët të njoftojnë në numrin 129 në policinë e shtetit dhe në numrin 122. Që ne të jemi, në 112, që ne të jemi prezent në ndihmë të qytetarëve për të ofruar shërbimin dhe për të garantuar rend dhe siguri. Në rast se do flasim për atë që ju kërkuat, përveç garantimit të rendit dhe sigurisë, policia e shtetit e vërtet është që ofron shërbim dhe shkon në ndihmë të qytetarëve në raste fatkeqësie, natyrore, si përmbytjet, si bllokimet e rrugëve nga dëbora, të gjitha ato situata nga zjarrjet tjera që ne kemi përmendur dhe jemi prezent gjithkohon atje. Po të flasim për kapacitetet, këto burime njerëzore që kemi ne në këto situata i kemi menaxhuar. I kemi menaxhuar brenda edhe kuadrit ligjor që kemi dhe procedura standarde për këto raste. Duhet të kemi më shumë mjete për këto raste, si për rastet e përmbytjeve. Ne i kemi, e vërteta është që kemi kontribuar, sidomos në situatën e fundit kemi kontribuar shumë. Mund të themi që nuk është bërë propagandë e madhe me veprimet që ka bërë policia e shtetit, po e vërteta është po të japim ne numrat, pra të japim shifrat e shërbime dhe të punonjësit të policisë të angazhuar, do të edhe qytetarë do thonë nuk i kemi parë, nuk janë, pse sepse nuk janë reklamuar, po në fakt ne kemi bërë shërbime që... Ju ndërpres një sekondë që thotë nuk janë reklamuar, kalojmë në reklama dhe kthehemi pas pak.
Ja u kthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit Alo Policia, Siguria në Fokus. Vazhdojmë të jemi me panelin tonë të nderuar. E kalojmë tek Zoti Mullaj. Zoti Mullaj, siç u thash dhe para ndërhyrjes, unë kam pasur disa telefonata dhe komunikime nga familjarë të punësve të policisë të rëndë detyrë. Sigurisht që respekti fillon në radhë parë për ata, për të respektuar uniformën e të sotme. Një minutë heshtje i takon të gjithmonë të jenë për ata, sepse është dhimbja dhe gjaku i tyre, por është dhimbja dhe gjaku i vetë policisë shtetit që ka dhënë përplasur me krimin dhe me kriminalitetin. Sa është numri i punësve të rëndë detyrë? Organizata e policisë shtetit është e vetme organizatë në vend që përpjekjen e saj dhe kontributin e saj, sakrificën e saj ka paguar shumë shtrenjtë për të përmbushur misionin e saj. Janë 231 dëshmorë të policisë. Pra, 231 ish punonjës policie, të cilët kanë rënë dëshmorë të policisë shtetit një herë as dëshmorë të atë. Unë do ta them me shumë krenari që ata janë vërtet pyllin të çusion, janë frymëzimi jonë për punën e tonë të përditshme, por dua ta them që të gjithë punonjësit e policisë sakrifikojnë shumë. Punonjësit e policisë delën në mëngjes nga shtëpia dhe nuk e di a do kthehet prapë në banesë apo jo. Ju e merrni ndoshta dhe si reklam këtë dhe për shkak të profesionit që unë kam si zëdhënës e policisë, por po ta them sinqerisht është kështu si ta them unë, që punonjësit e policisë në gjithë Republikën e Shqipërisë sakrifikojnë shumë nga vetja e tyre në raport me feedbackun që marrin. Punonjësit e policisë në shumë operacione, qoftë operacione policore, qoftë dhe në operacionet e kërkim shpëtimit apo në raste që policia u shkon në ndihmë qytetarëve, unë shpesh me kolegët e mi zihem, filmoni, fotografoni veprimet e punonjësve të policisë, sepse perceptimi ndërtohet mbi atë që publiku shikon. Në qoftë se nuk reklamohet veprimet e punonjësve të policisë që kryejnë, qytetari nuk e di se sa rrezikon dhe çfarë veprime shkryen punonjësit policisë dhe mbeten mjaft perceptimin e pjesës tjetër që thotë punonjësi policisë është hajduk, punonjësi policisë kështu, punonjësi policisë, pra mbetet vetëm në pjesën e përbaltjes. Për ta kthyer këtë pjesë të përbaltjes dhe për ta kthyer në realitet aty ku duhet vlerësimi punonjësit policisë, te sakrifica që bën, sepse vetë misioni i policisë është sakrificë, mbrojtja e jetës me jetë. Që në këtë moment të gjithë duhet të reflektojnë dhe duhet t'i vlerësojnë punonjësit e policisë dhe duhet t'i përkrajnë punonjësit e policisë. Pas një diskutim dhe jam e them me shumë kështu që kushdo punonjës policie që abuzon në uniformën e shenjtë të policisë shtetit, sepse është uniforma e policisë shtetit përfaqëson shtetin, është e shenjtë, cili do punonjës policie që abuzon duhet të përgjigjë para ligjit. Ama pjesa tjetër, se janë mira, burra, gra, djemë dhe vajza që sakrifikojnë, nuk ja kanë borxh që për 1 apo 2 apo 10 element në 13.000 punonjës policie që ka policia shtetit, do të ketë edhe element që shkelin ligjin, të cilët janë ndëshkuar dhe kushdo që do të shkel ligjin do të ndëshkohet. Po nuk mund të përbalten dhe nuk mund të bësh shtëpisë gjithë sakrificën e punonjësve të policisë shtetit me 1, 2, 3 element të dalin që shkelin ligjin. Dhe për ta thyer këtë perceptim dhe për ta ndërtuar një perceptim të ri të policisë shtetit, ne jemi përpjekur ditë pas dite, muaj pas muaj të ndërtojmë platforma komunikimit, të ndërtojmë platforma të reklamimit të punonjësve të policisë, me qëllim që qytetarët ta shikojnë vërtet që punonjësit e policisë sakrifikojnë, nuk janë ata punonjës policie që flitet shpesh del punonjës policisë në rrugë dhe thotë shiko zotëri, mos ec shpejt. Një qytetar tjetër që shkon thotë, e ndaloj për t'i marrë lek. Jo, nuk e ndaloj për t'i marrë lek. Punonjësi i policisë të ndalon në rrugë, parëmbrëm kam qenë në unazën lindore të kryeqytetit tonë, 216 km/h automjeti. Në orën 12 natës, e mban ajo rrugë 216 km/h. Po kjo është një shkeljesh të jashtëzakonshme të policisë rrugore, të përdoruesve të rrugës që janë të konstatuar nga policia rrugore brenda 24 orëve. Nga
në të gjitha akset rrugore nacionale ka shkelje nga më të frikshmet, parakalime gabura në mënyrën ekstreme që të bëjnë copë në rrugë. Do të jesh shumë i kujdesshëm, përdorimi i telefonit është një problematik tjetër, shpejtësia është një problematik tjetër, alkooli është problematik tjetër. Të gjitha këto problematika janë në detyrën funksionale të punonësit të policisë rrugore, të patrullës përgjithshme të gjitha, të cilët duhet të jenë shumë vigjilent dhe përpiqen të jenë sa më vigjilent për të ndaluar. Dhe unë si zëdhënës i policisë gjithmonë i kam inkurajuar që mos u stepni nga komente negative të përmirësojnë, të shëndoshin, edhe të mos kesh të drejtë, s'ka problem. Është një këshill dhe është një indicie për të përmirësuar punën. Ama ne duhet të qëndrojmë fort te këta. Duhet të qëndrojmë fort te këta se ne për këtë vit 40 vrasje kemi. 41 reklamoi Zalosha në atë sepse një vrasje nga përkujdesia e një foshje, por po e marrëm 41 vrasje. Kemi, mos gaboj, 195 jetë të humbura nga aksidente rrugore. Kemi gati 5 fish më shumë. Kështu që ne ndaj dhe policia e shtetit është investuar shumë në teknologjinë me mjete inteligjente të policisë rrugore për të menaxhuar gjithë këtë situatë që ndodh me policinë rrugore dhe prap ka shkelje nga më ndryshe. Por të rikthehemi pjesës dhe pyetjes që ju më bët, besoj se ju jeni të informuar nëpërmjet njoftimeve që drejtori i përgjithshëm të policisë shtetit sa ka ardhur në detyrë, gjën e parë, prioritet e parë që ka pasur familjet e punonësve të policisë të rënë në krye dhe për shkak të detyrës. Duke ju dhënë përkraje maksimale jo vetëm në emërimet në detyra që u takon, por duke bërë gjithçka të mundur që familjet e punonësve të policisë të marrin atë që u takon. Së pari njerë të marrën maksimalisht me njohjen tonë, të ne, punonësit e policisë shtetit. Jo se u ka munguar, por me veprime konkrete. Vërtet ne themi dera jonë është e hapur, por dera jonë është e hapur kur ne ju plotësojmë ato nevoja që ata i kanë si pasojë e boshllëkut të familjarët të tyre, që s'është më, që ka sakrifikuar jetën që ne vazhdojmë rrugtimin e policisë shtetit. Ka sakrifikuar jetën për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Unë di që shumë djemë dhe vajzat të dëshmorët policisë sot janë punonjës policie, e mbajnë uniformën me krenari, janë disa prej tyre janë dhe në pozicione civile në policinë e shtetit, është bërë përpjekje her pas here nga qeveria, nga Ministri e Brendshme, nga policia e shtetit për t'u dhënë të gjithë të drejtat tyre me strehime, me konvestime, pra nuk janë lënë pazore, duhet bërë më shumë patjetër, duhet bërë më shumë për ta, por ata nuk janë vetëm, janë me ne. Dhe këtë e them sinqerisht, unë shikoj në të gjitha webtaritë e policisë shtetit që ata nuk janë vetëm, janë me ne. Shko, unë pata një takim me një zonjë, e cila nuk e ka bashkëshortin, i ka rënë detyrë. Dhe ajo ka shërbyer në Ministrinë e Brendshme. Edhe ajo i ka dhënë Ministrisë së Brendshme nëpërmjet kontributeve të saj. Ajo do të jetë javën tjetër në studio, bashkë me disa familjarë të tjerë. Ajo thotë dhe jam e pakënaqur, thotë, në diferencën që bëhet ndaj gjakut tyre, sepse thotë dikush shpërblehet financiarisht nëpërmjet dekretit dhe dikush nëpërmjet ligjit. Sa qëndron kjo do të jetë emisioni i radhës. Dhe kjo diferencë është 30% sipas asaj. Do të bëj dokumenta dhe shkresa që tregon se si është drejtuar kryeministri i vendit, si është drejtuar sigurimi shoqërore, pra nuk është thjesht punë e çështje e policisë shtetit, por çështje e vlerësimit ligjor që duhet të shikohet dhe duhet të ndryshohet, edhe pse është premtuar edhe nga kryeministri i vendit me drejt pavarësisht se ajo thotë është marrë në konsiderat dhe nuk është zgjidhur në varësi, por është një çështje që mendoj që duhet shikohet dhe duhet bëhet. Nuk ju ngarkoj, nuk ju pyes më shumë, sepse thash nuk është çështje e policisë shtetit, nuk mungon ky lloj përkushtimi dhe ky lloj zbatimi ligjor, por ndryshimi ligjor duhet ndodhë, duhet pritet një ndryshim ligjor që të ndodhë kjo gjë. Pra edhe ju nuk keni çfarë bëni, por duhet një ndryshim ligjor. Prandaj ne do ta ngrejmë këtë çështje në emisionin e radhës. Zoti Lida. Media ka një rol shumë të rëndësishëm. Patjetër është qytetari dhe media janë syri i uniformës policisë në raport me ligjshmërinë që ata kanë. Sigurisht që media ka rolin më të rëndësishëm sepse ajo shkon ke ngjarje, ke vendi ngjarjes, ka mundësi të marrë informacion më shumë. Dhe nganjëherë presioni mediatik ka pasur dhe rol pozitiv në zbardhjen e shumë ngjarjeve apo në ndihmën që i ka dhënë dhe policisë shtetit. Por gjithmonë duke e parë këtë raport
të ndërtuar mbi bazën e një partneriteti në raport të interesit publik. Me lejoni të them dy gjëra. E para, është shumë e rëndësishme të nënvizojmë ato që tha zoti Mullaj, që punojësit e policisë, vajza, gra, burra, djemë të ri dalin në mëngjes dhe rrezikojnë jetën e tyre çdo ditë duke përballur me fenomene shumë të rrezikshme apo kriminogjene në shoqërinë shqiptare. Dhe këtë duhet t'ia themi qytetarëve në sy, sepse ka një indikator shumë të lartë që një pjesë negative e shoqërisë tonë kryen krime, kryen akte, merret me palishmëri, si brenda dhe jashtë vendit, sidomos jashtë vendit, duke përfituar dhe duke u pasuruar dhe duke përdorur ato infrastrukturë financiare dhe ato lidhje me organizata ndërkombëtare për të fuqizuar dhe për të parakaluar shpeshherë edhe policinë e shtetit, edhe shërbimin informativ, edhe shërbimet e inteligjencës financiare etj etj, për të fuqizuar, për të mobilizuar, për të pasur dhe ajo antenat e saj, për të pasur dhe ajo njerëzit e saj në media, njerëzit e saj në shoqëri, por edhe në institucione. Pra, duhet të nënvizuar, sepse në buxhet e Europës ne kemi rreth 7.500 qytetarë shqiptarë të cilët vuajnë dënimin atje dhe kemi mbi 3.000 që vuajnë këtu dhe 3.000 që pritet të gjykohen. Pra, kemi një problem shumë të madh me edukimin, me ndërgjegjësimin në raport me ligjin, në raport me shtetin, në raport me palishmërinë. Sigurisht, media duhet kritikojë, duhet shikojë me sy kritik policinë e shtetit, duhet shikojë me sy kritik nomenklaturën civile që drejton policinë e shtetit, pra Ministria e Brendshme apo strukturat e tjera civile. Dhe shpeshherë ka arritur të gjejë fenomene të kompromitimit të një pjesë të policisë së shtetit në nivele edhe drejtuese në rastet të fenomeneve negative siç ka qenë kanibizimi apo fenomeneve që ne i kemi pasqyruar në media. Por nuk është policia e shtetit e gjitha ajo që mund ta luftojë krimin në vendin tonë. Duhet të jetë edhe shërbimet e tjera, duhet të jetë një koncert i madh për të shtrënguar vidat të shtetit. Policia shpeshherë lihet vetëm edhe në përmbytje, lihet vetëm edhe në përballjen e zjarreve, edhe në përballimin e tërmeteve, edhe në përballimin e shumë fenomeneve natyrore. Pra policia nuk mund të bëjë gjithçka, sepse në radhë parë ngarkohen dhe detyra që nuk duhet i ketë. Pra detyra shpeshherë edhe për të ruajtur sigurinë nëpër stadiume kur federatat dhe klubet e futbollit pasurohen nëpërmjet biletave dhe nuk kontribuojnë nga pikpamja financiare në arkën e policisë shtetit me këtë gjëra. Pra, policia garanton sigurinë sikur të ishte ajo garantore e gjithë sigurisë. Kurse në vendet europiane, ku ne aspirojmë të integrohemi, ka steward, ka njerëz që punojnë në civil, ka shefa sigurie që garantojnë, policia ruan perimetret e jashtëm. Pra, media duhet i ngrejë këto problematika dhe mendoj që ju jeni nga ndër paktat emisione që unë kam parë në 2 dekada që jeni në anën e dur situatës, pra në anën e atyre që përpiqen për të mirën në vend. Por të them edhe një ngjarje personale, unë kam punuar në Ministrinë e Brendshme. Kam qenë një zyrë me ish drejtorin e përgjithshëm të policisë Muhamet Rumbullaku. Ishim të dy një zyrë dhe shpeshherë na vinin njerëz të cilët donin të flisnin posaçërisht me këshilltarët e ministrit, sepse nuk kishin besim tek të shkonin tek ku di unë, të adresonin në media, të adresonin diku tjetër dhe kërkonin dhe gjëra që ndoshta ministria nuk mund t'i zgjidhte ato, siç ishin çështjet e pronave, çështjet me fqinjet, çështjet me, domethënë, gjëra që shpeshherë nuk janë drejt për drejt objektiv dhe mision i policisë së shtetit apo të Ministrisë së Brendshme. Pra problematikat e shumta nuk mund t'i adresojë policia, duhet të jetë një koncert, duhet të jetë një përpjekje e përbashkët për të zgjidhur shumë çështje të cilët ja vështirësojnë jetën qytetarëve në këtë vend. Dhe mendoj që media duhet të kritikojë aty ku është për të kritikuar, të mos egzagjerojë ku
shpeshherë egzageron për shkak të edhe botës teknologjike ku jetojnë në rrjetet sociale, ku nevoja për klikime, nevoja për të thënë batutën, nevoja për të thënë bombon e ashtuar bomba me thojza për të bërë lajm, shpeshherë nuk i shërben transparencës, nuk i shërben një ambientit shëndosh, dhe mendoj që duhet nisur nga edukimi, duhet nisur nga shkollat, të cilat shpeshherë janë vatrat e para ku nis ligjshmëria dhe paligjshmëria. Aty ndahet në shkollë. Ndahet dhe në familje, por në shkollë ndahet kryesisht sepse aty ndikon më shumë joshja nga për shkak të moshës, për shkak të edhe të prirjeve që dalin në pa, dhe ne kemi vënë re që shkollat e mesme apo shkollat nënvjeçare janë bërë, si them, shpeshherë dhe zona problematike të mbajtjes së armëve të ftohta, thikave apo zënkave që ndodhin në shtëpi. Do nisim nga ajo që thatë. Policia e shtetit ngarkohet me detyra që nuk duhet i ketë. Këtë do të jetë një nga pyetjet që do t'i bëj zotit Çeli, po para se të kaloj ke ju zoti Çeli, po e përgatis pyetjen për zotin Mullaj dhe do të them, do të vazhdojmë bashkë. Pyetja ime mbas zotit Çeli është për ju që unë shikoj një marrëdhënie shumë të mirë të policisë shtetit me publikun. Vajtje në shkolla, takime me ta, vajtja dhe takime të ndryshme të punojësve të cilët në rreth atyre videove që ju transmetuat. Ju thatë me drejtë që nuk janë përgatitur, janë bërë pjesë të punës përditshme. Dhe kjo është shumë rëndësishme. Sa rëndësishme është kjo për ju? Sepse nuk mund të kesh një policist sa do ta shtosh në numër, nëse nuk ke një marrëdhënie të mirë me publikun, nëse nuk e kthen dashurinë dhe mirënjohjen e publikut për ta. Po kjo do të mos i bëj një pyetje zotit Çeli. Zotit Çeli, vërtet ne ndjejmë që policia e shtetit ngarkohet shumë, e detyra të cilët ndoshta nuk i takojnë. Nuk i takojnë për faktin që ka i shumë problematika, sa unë them dhe pyes, po i ka kapacitetet policia të përballojë gjitha këto? Se në dimër përmbytjet, në verë kemi zjarret, në verë kemi edhe turizmin, kemi ngarkesën për shkak trafikut, po parcelet e drogës, goditje grupe kriminale, me hajdut e vegjël të shtëpive, banesave apo me dhunën në familje, me problemet e ndryshme që ka, me krimin organizuar, po operacionet e përbashkëta që bëni bashkë me partnerët tanë ndërkombëtar, ku policia e shtetit ka treguar një profesionalizëm të lartë për sa i përket pjekurisë dhe arritjes së pjekurisë saj profesionale. Dhe pyetja e dytë është që kjo polici, duke pas parasysh vitin 97 që do ta përmend më pak, vitin 97, që Rendi Ra u shkërmoqja e pjesë e strukturave, një pjesë u larguan. Rendi Ra në disa zona në dorë të njerëzve të armatosur, bandave të armatosura. Dhe në rastet kur Shqipëria për shkak të ndryshimeve gjeopolitike, shpesh lufta duket sikur do të ndodhë me radhë. Kush do jetë roli i policisë në këtë gjë? Pra, bëra disa pyetje në përgjigje të shkurtra brenda asaj kohe dhe limiti, nëse regjia do na lejojë ta zgjasim pak emisionin, sepse shoh që ka dhe kërkesa për ta vazhduar. Kuptohet që policia e shtetit ajo që ka dhe gazetari, po është realitet që bën edhe detyra jashtë detyrimeve ligjore që ka, por jo asnjëherë që nuk janë në përputhshmëri me detyrimet që ka policia e shtetit. I bëjmë këto detyra, dhe ajo që tha dhe drejtuesi i organizatës policisë shtetit në 113 vjetorin e policisë, ne policia është ajo që bëjmë, jo ajo që thonë të tjerët. Pra, i bën policia dhe ne na vjen mirë që marrim edhe përgëzimet e njerëzve kur bëjmë detyra jashtë asaj që ka mbetur kornizë, që thonë kjo nuk është policia e shtetit, se kemi hasur edhe vështirësi me njerëzit, me qytetarët, me ata të cilët mund të themi janë në ata ai kontingjenti që janë kundërshtim me ligjin. Nuk është policia e shtetit pse e bën këtë. Nuk është detyrë e policisë së shtetit pse e bëni ju këtu, pse jeni prezent në këtë. Policia e shtetit ka qenë prezente. I bën detyrimet dhe është krenare për ato punë që ka bërë. Dhe do t'i bëjmë. Mund të imagjinojnë do të një shoqëri që
kur mund të arrihet një shoqëri që të zbatoj ligjet me përpikmëri dhe të mos ketë nevojë për policinë e shtetit. Nuk e di, ndoshta e ardhmja mund të jetë e largët ose e afërt, po ne nuk e shikojmë. Një shoqëri që të zbatoj vetë ligjet, të jetë e ndërgjegjshme dhe të mos ketë nevojë për policinë e shtetit. Kjo është ne këto detyra i bëjmë dhe i bëjmë me sakrificë, ajo që thatë edhe ju më falë, ajo që thatë edhe ju për kapacitetet. Ne këto burime njerëzore kemi, këto pajisje kemi, dhe i kemi bërë detyra dhe i kemi bërë shumë mirë. A mendoni, zotë Qili, që nuk e di mbas edhe e keni, unë thjesht i bëj një pyetje, që a keni evidencë të gjithë atyre punojësve të policisë që kanë shërbyer në gjitha nivelet, nga punojësi thjesht dhe deri tek nivelet e larta. Sa ato janë inteligjenca ushtarake, inteligjenca policore. Pavarësisht se ato sot janë në rezervë, ato prapë janë me zemër dhe me shpirt tek policia e shtetit. Që në një moment caktuar mund të keni nevojë për ta. Mund të keni nevojë kur bëni konsulta, kur mund të merrni një mendim, mund të merrni një perceptim. Ato mund të jenë të gatshëm sa herë që mund të keni nevojë. Kështu është me gjenerata policia. Po ato janë prapë dhe na ndjekin, dhe edhe më shkruajnë. Me respekt, ajo që thamë edhe në fillim, me respekt, sepse brezat ndërrohen, me respekt për të gjithë ata që kanë punuar në radhë e policisë shtetit, janë të gjithë evidencuar nga burimet njerëzore, dhe në rast se do të ketë nevojë ne i të rrasim, plus që kemi dhe është miratuar, ju e dini që është në fuqi ligji për policimin vullnetar, që në raste se do të kemi nevojë për kryesisht në ngjarje të rënda që ndodhin në fatkeqësi natyrore, ne mund t'i marrim, t'i angazhojmë, por e vërteta është që dhe shoqëria nuk po i përgjigjet tamam atij ligjit për policinë vullnetar. Mbase s'është ligji i dur, mbase nuk është ai ligji që pres njerëzve, sepse normalisht e kemi miratuar një herë. Shkojmë një herë tek elitët. Para disa viteve, në 2019 në mos gabohem, dhe para vitin që kaloi kemi bërë përmirësime, duke marrë në konsiderat edhe reagimet e qytetarëve të shoqërisë, por përsëri themi drejtë me keqardhje themi që nuk kemi dashamirës që të ofrohen. Nëse shikojmë në shtetet e tjera, se të gjithë tani kemi shëtitur, kemi parë, kemi marrë dhe informacione, ka persona të angazhuar dhe shkojnë me dëshirë të kryejnë shërbime edhe regjistrohen. Plus që kanë dhe na një stimul nga pushteti vendor, nga lagja, ku u jepet dhe na një stimul moral, kuptohet, u jepen disa kredite që u nevojiten për angazhime, për punë, ndërsa këtu tek ne nuk është se kemi. Por punojësit e policisë, po e them me bindje këtë, sepse nesër do jem dhe unë, do jetë edhe kolegu, do jemi në pension. Them që janë të gatshëm në çdo moment, si tu themi, qoftë edhe për t'i marrë, për t'i çuar në afërsi të shkollave, për të kontribuar për sigurinë e fëmijëve në shkolla. Pra, kryesisht për këto qarkullimin rrugor, për problemet të tjera që mund na nevojten, ata janë të gatshëm për të qenë që të angazhohen. Ndërsa për kapacitetet që kemi, ajo i them dhe njëherë, kapacitetet që kemi nuk mund të shtojmë në dot limit të punojësve të policisë, përjashtuar trajnimeve që bëjmë ne, qoftë edhe me këto shërbimet e tjera që na janë shtuar, bëjmë trajnime të organizuara në Akademinë e Sigurisë, por edhe në pranë drejtorive vendore, qoftë nga lektorët tonë, qoftë nga lektorët huaj, siç kemi projektin suedez për policimin në komunitet, dhe e them përsëri me krenari që ne kemi plotësuar dhe kemi përmbushur detyrimet dhe detyrat, si ato që kemi të përcaktuara, por edhe këto detyrimet e tjera, duke mos i quajtur detyrime plus, por shërbim ndaj qytetarëve. Edhe në të ardhmen kjo do jetë objekti i punës tonë. Pra, realizimi i detyrave dhe orientimi i shërbimeve tek nevojat që kanë qytetarët. Gendi, po kthehem tek ju sepse është një temë shumë interesante dhe patjetër që kërkon një lloj komunikimi nëpërmjet studios dhe panelit me publikun.
pse marrëdhënia me ta shumë e rëndësishme dhe pse ne duhet të marrim energjinë, mirëkuptimin, mbështetjen e tyre. Po para se t'ja fjalën, po kalojmë në një spot publicitar dhe po rikthehemi së shpejti. Në misionit Alo Policia, siguria në fokus, sigurisht që ishte planifikuar deri në orën 21, po për shkak të disa kërkesa dhe mesazheve që kërkojnë ta shtyjnë, patjetër ne po e shtyjmë dhe po e respektojmë edhe për shkak të temës dhe rëndësisë së saj. Zoti Mullaj, e lam tek ju në atë pyetje që bëra për atë çfarë publiku do të di. Ju bëni her pas here takime, shikojmë drejtuesit e lartë policisë, por edhe ato lokale të cilët shkojnë në shkolla, bëjnë takime me brezin e ri, takime në rrugë, kërkoni të krijoni dashuri midis punojësve femra dhe atyre të cilët janë fëmijët apo në sigurisht në shkolla. Është një strategji, është një politikë, është një platformë, sepse shikojmë edhe në vende të tjera, do të thotë. Bashkëpunimi i policisë me publikun nga vit në vit ka ardhur në përmirësim, ka ardhur në forcim të këtij bashkëpunimi, nga një model bashkëpunimi reaktiv, tani jemi në një model bashkëpunimi proaktiv. Policia e shtetit tashmë shfaqen publik duke performuar me modeli më të përparuar policimin komunitet, që do të thotë që policia të jetë e pranishme në gjithë sektorët e jetës të shoqërore, duke nisur nga nxënësit e shkollave, pra punonësit e policisë janë duke dhënë orë mësimore, duke garantuar ende sigurinë publike në bashkëpunim dhe me oficerët e sigurisë në shkolla, me stafet pedagogjike. Gjithashtu punonësi i policisë është në rrugë, është në lagje, ne kryejmë studime, edhe vetë bëjmë analiza risku pas çdo ngjarje, çdo sektor apo çdo komisariat apo zyra analizës që ne kemi, kryen analizën e riskut dhe shikon se ku ne duhet të veprojmë ndryshe, çfarë qase dhe çfarë pritshmëri ka komuniteti për këtë zonë, dhe do të them me bindje që qytetarët janë më të interesuar të shikojnë që policia të luftojë krimin e rrugës. Krimi i rrugës është më i ndjeshëm për qytetarin, ai godet drejt pas drejti jetën e përditshme të qytetarit, sesa po të shikojmë një lajm që një shtetas ka vjedhur me në kërcënim në armës apo të thikës një dyqan apo një qytetar, dhe ta bëjmë këtë lajm krahas me një policia sot ka sekuestruar 10 kg kokainë, ta sigurojë që ka shumë herë më efekt lajmi që policia ka kapur autorin që ka grabitur me thikë dhe me armë se sa atë me kokainë. Pra, qytetari do tek jeta e përditshme, tek bllokimi i rrugës nga parkimet e gabuara, tek përdorimi lëndë narkotike në përhyrje të lagjeve apo të pallateve, te siguria e nxënësve në shkolla, te siguria rrugore që të kalojnë në vijat e bardha dhe kudo. Pra, tek përgjigja e telefonatave të punonësve të policisë tek numri 112, reagimi në kohë i punonësve të policisë, po reagim ligjor dhe me etik dhe me edukat kashi qytetarëve. Dhe unë sot e them me shumë kënaqësi që kemi rritje të shumë fisht të telefonatave të qytetarëve, që ka tregon besimin e qytetarëve tek policia, se drejtori me të drejtë tha në festën e policisë që të gjitha fijet të sigurisë kanë një nyje ku lidhen, dhe kjo nyje është policia e shtetit. Kjo nuk është reklam, nuk është për të bërë qefin e vetes, po kjo është e vërteta. Policia është institucioni që prodhon sigurinë dhe policinë duhet ta ndihmojnë të gjithë faktorët dhe aktorët që kanë detyrimin ligjor, po dhe kanë dhe detyrimin qytetar, kontributin qytetar për të bashkëpunuar siç është komuniteti, që të bashkëpunojë me policinë për të rritur parametrat e sigurisë në vend. Në këtë aspekt, sot policia e shtetit është më sociale, është më humane, ka një fytyrë më të ëmbël për publikun, ka një perceptim më të përmirësuar dhe pa diskutim që ka vend shumë për të përmirësuar, ka vend për të bërë gjërat më mirë, ka vend për studime që të ofrojmë modele të tjera policimi në komunitet, ndoshta mos aplikojmë një policim në komunitet si në Tiranë dhe në Dibra apo në Gjirokastër, pra sipas formave të kriminalitetit, sipas pritshmërive që kanë qytetarët apo analizave që bëhen për gjithë dinamikën e krimeve që ndodhin në zonat të caktuara. Në këtë aspekt
policia e shtetit harton her pas here strategji afat shkurta dhe strategji afat gjata, duke marrë mendimet dhe të shoqërisë civile, po dhe ekspert nga gjitha fushat e tjera, dhe nga institucionet e tjera që janë përgjegjëse për sigurinë, por dhe mendimet e qytetarëve. E thash edhe në fillim të emisionit që një pjesë kryesore e krijimit të perceptimit mbi punën e policisë është edhe komunikimi i policisë me publikun. Sot ne kemi një komunikim relativisht të mirë me qytetarët, sepse nuk është se varet drejt për drejt i gjithë komunikimi i policisë shtetit, qoftë me gazetarët apo me qytetarët, varet nga policia e shtetit, sepse policia e shtetit ka dhe kufizime në komunikim apo në dhënie lajmi, ne veprojmë sipas ligjit, gazetari ka më hapësirë për të vepruar në drejtim të komunikimit se sa punojës së policisë, por të paktën në aspektin që unë mbuloj me gjithë kolegët e mi gazetarë, përpiqem që t'ju shërbej të gjithëve në një kohë, t'ju shërbej të gjithëve aq sa të mundem, pikë së parë t'u hap telefonin të gjithëve, numri im është tek webi i policisë shtetit, i bin qytetarët natë ditë nga gjithë Shqipëria për lloje të ndryshme. Me drejt që perceptimi i publikut është shumë i rëndësishëm. Çfarë mendojnë ata për policinë? Çfarë mendojnë ata për institucionet e sigurisë? Çfarë mendojnë ata për gjykatat dhe prokuroritë? Çfarë mendojnë ata për gjithë ata institucione të cilët duhet merren me parandalimin me elemente të sigurisë? Ne kemi ndërmend që besoj në pranverë do të dalim me disa tenda alo policia, duke bashkëvepruar, ndoshta me studentë akademisë policisë, ku në disa pika të qytetit, fillimisht me Tiranë dhe pastaj në zonat që ka më shumë krim, Shkodra, Lezhë, Durrësi, Elbasani, Vlora, do të dalim me këto tenda dhe do të kemi mundësi të kontaktojmë me ta. E para përveç mesazheve, që do të jenë stop dhunës, jo dhunës familje, jo kësaj jo asaj, do të jenë disa fletushka të cilët do të jenë për të krijuar por do të kemi edhe një kuti ku qytetari do të hedh perceptimin dhe mendimin e tij për gjitha këto. Dhe meqense ne nuk kemi interesa dhe ne jemi jashtë politikës, po jashtë dhe institucioneve, dhe jemi thjesht një hapësirë dritare komunikimi ku mund të bashkohet policia, siguria kombëtare, arsimi dhe gjitha ato institucionet të cilët prodhojnë siguri, që të kemi mundësi të komunikojmë me publikun. Prandaj dhe marrëdhënia që ju keni dhe misioni juaj si përfaqësues dhe zë i Ministrisë Drejtorisë Përgjithshme është shumë i rëndësishëm. Kontakti, puna etj. Zoti Lida, unë e vlerësoj shumë median dhe kur them e vlerësoj e kam treguar ndër vite. Më vjen mirë që kemi të njëjtën të kaluar, edhe ju keni kontribuar në forcat e policisë dhe unë i kam dhënë jo pak vite punë dhe kontribut policisë shtetit. Dhe në punën time kam dhënë e para përveç informatizimit policisë, për herë të parë u rrit një sallë operative, për herë të parë u bën disa lorë në policisë në qytet, ku 4 komisariate bashkë me degën e rritjes së rritjes objekteve, imituan për ta testuar sigurinë, imituan një ngjarje tek Banka e Shqipërisë dhe veprimet që bën të 4 komisariate për të bashkërenduar. Dhe ky test i sigurisë ndodhet në qytete të tjera. Testuam Shkodrën, testuam Vlorën, testuam Elbasanin, testuam Shkodrën, Korçën, pra kemi bërë disa testime. Por në prezencë dyre kemi pasur gazetar. I morëm ata, i veshëm anë diplom, shkruar media, ata morën pjesë që nga mënyra se japin detyrën, derisa të arrijmë ke objekti që ai ta pasqyroi. Dhe kjo marrëdhënie është shumë e mirë, që policia e ka me median. Ky lloj komunikimi është. Si mendoni ju, sa e rëndësishme është media? Që media nuk them të bëj PR-in e policisë, por media të kryejë misionin e saj që ka për informim publik. Shtetet serioze, vendet serioze perëndimore, ju me siguri jetoni dhe i keni parë, për shembull në Itali ka shumë telefilma, filma për karabinierët, për policinë e shtetit, për forcat e rendit, të cilët gjenden në raste apo në momente apo në ngjarje shumë kritike dhe ata përmes lojës aktoriale nxjerrin vërtetën e një ngjarje. Dhe ajo ngjarje perceptohet nga publiku sikur të ishte në ngjarje. Dhe kjo është media. Media, si them, ndërgjegjëson që nëse ti bën një krim, ti do të përndiqesh për atë krim, për atë ligj, dhe është më mirë që ti të kufizohesh dhe ta frenosh veten.
Ne nuk i kemi kapacitetet në vendin tonë, kemi një kino studio, një kinematografi për të bërë këto telefilma apo me televizionet kombëtare akoma nuk e kanë. Ndoshta Radio Televizioni Shqiptar ka kapacitete për ta realizuar këtë dhe ndoshta mund të jetë një hapësirë në të ardhmen, por mendoj që është mirë shpeshherë që edhe media të njihet me përditshmërinë e një patrulle policore, të një grupi të cilit bën një hetim për krime të vjetra, pra krimeve që ka kaluar disa vite për të parë cilat janë mënyrat se si bëhet, jo duke zbuluar se them anët e hetimit, por për të kuptuar rëndësinë e punës së tyre. Dhe sigurisht qytetari do të jetë më afër dhe më pranë sigurisë. Dhe mendoj që policia e tregon çdo ditë fytyrën e saj në përballje me qytetarët, me realitetin dhe me sfidat që ka. Dhe unë kam guxim gjithmonë që policia, ushtria, por edhe forcat e tjera të shërbimeve që garantojnë sigurinë dhe rendin kushtetues në vendin tonë kanë shumë nevojë për mbështetje. Pikë së pari financiare, në paga, në pajisje, por edhe në pensione. Nuk mund të jetë një pensioni i një punojësi policie me një punojësi i cili gjithë jetën e tij, po them, nuk ka rrezikuar jetën në përballje me krimin organizuar apo me atë. Unë mendoj që trajtimi duhet të jetë i diferencuar sepse këtu nuk ka të bëjë me barazia në raport me veprimtarinë. Unë mendoj që policia, njerëzit në uniformë kanë nevojë të mbështeten nga pikpamja financiare, nga pikpamja morale, nga pikpamja e dinjitetit, duke filluar nga transportimi i tyre i sigurt, nga banesa në vendin e punës, sigurisht sepse shpeshherë ata banojnë në zona periferike, transporti mungon, transporti publik është shumë i avashtë, i ngadalë, me problematika të ndryshme, duhet të garantohet kjo. Pra ka shumë nevojë për të mbështetur. Në vende europiane, perëndimore, ju e keni parë, ju e dini se si funksionon mbështetja ndaj karabinerisë, ndaj gjandarmerisë në Francë apo të polizejt në Gjermani, ka mbështetje të jashtëzakonshme. Dhe mendoj që këtu duhet të jetë dhe media që duhet bëjë një sforco, të bëjë një presion pozitiv ndaj politikës, ndaj Ministrisë së Brendshme, ndaj qeverisë që të kthejë syt nga njerëzit në uniformë, sepse e kemi menduar pak lehtë. E kemi menduar pak lehtë këtë punën e sigurisë dhe të paqes sociale. Pak më parë thash vetëm një sekondë, sepse kur thash që shpeshherë krimi është bërë shumë i sofistikuar dhe është ndërkombëtar, e kam parasysh që ka shumë potencial financiar, ka shumë potencial në lidhje dhe shpeshherë gjen hapësira në politikë për të ndikuar edhe në meritokracinë apo për të demotivuar meritokracinë në strukturat e sigurisë. Dhe jo gjithmonë njerëzit që meritojnë, njerëzit që kanë kaluar kurset, njerëzit që kanë marrë grada, janë në pozitën e tyre të punës. Po për shkak të nomenklaturës civile dhe e cila shpeshherë është e komprometuar për shkak të këtyre lidhjeve, ne kemi parë që njerëzit demotivohen në postet drejtuese. Dhe ne duhet ja themi qytetarët, pak më mua si gazetar që unë kam këtë liri sot, si gazetar ta them që shpeshherë ne duhet të shikojmë që gjërat janë të ndërlidhura dhe duhet të ketë një vëmendje të shtuar ndaj njerëzve në uniformë. I tani jemi persona të cilët kemi shumë ekspozim mediatik, i kemi dhënë shumë kohë komunikimit me publikun. Unë për shembull për vitin 2025 kam dalë 574 herë. Janë 574 herë të dalë në komunikimin tim publik. Dhe ky muaj po sigurisht ka filluar dhe kemi të njëjtën gjë. Dhe unë prandaj thash gjithë këtë eksperiencë do të përqendrohet në emision që nuk është thjesht një emision i imi, ky është një mision që duhet të kemi. Dhe ky mision patjetër nuk është vetëm i imi, as i joni, por është një mision që e kanë dhe shumë vende të tjera të cilat kanë aplikuar. E ka aplikuar Italia,
pronto policia, e ka aplikuar Franca, e ka aplikuar Rumania, e kanë akoma çdo ditë premte si ne në ditën orë e kanë japonezët, pra janë disa emisione të kësaj natyre që vlen. Dhe siguria nuk është vetëm policia, është siguria ushqimore, siguria energjetike, është siguria e shumë gjërave të tjera. Por e di pse e përmenda median, kam një eksperiencë. Shumë vite më parë, një media, s'mund të them media, se ishte një fletushk, bëri një njoftim dhe tha që filan, se s'duhet përmend emrin ambasadën, filan ambasadë kërkojnë disa njerëz për t'i kompensuar për të vajtur atje. Ka qytesh. Ishte shumë problem. Kam qenë me zotin Boca në ato vite dhe numri i njerëzve që arritën të shtoheshin deri ditën e shtunë, që erdhi shtuna, ishte jashtëzakonshëm. Kanë ardhur profesorë të lartë asaj ambasade nga më të rëndësishme në vend dhe kanë thonë që shiko, kemi një shqetësim, po na hyn, ne do të hyjnë gjithë botën. Jeni hallka e fundit e shtetit që po kërkojmë të merrni masa. Unë thash kam mbrojtjen e afër, po sigurisht do të përdor dhe do të bëhet mbrojtjen e largët. Dhe ishte e jashtëzakonshme. Me numër të madh hypën gardh, ka pasur probleme edhe pse brenda kishte forcat e sigurisë tyre. Pra shikon se çfarë ndikon. Do të prandaj po kthehem tek ju. Dhe unë po them disa etapa e dashur që kemi kaluar. Erdhëm nga kemi kaluar disa etapa, por themi kemi kaluar policia e shtetit. Para viteve 90, tjetër sistem, tjetër mision, tjera detyra. Ndryshuan proceset demokratike, në gjithë atë ndryshoi dhe misioni i policisë. Ndryshuan disa detyra, disa qasje të saj. Dhe u bën ato reformat e vitit 92. Sigurisht mira apo të këqija, u bën reforma. Kjo nga ajo kohë kalumi i tranzicion gjatë dhe ky tranzicion ndroi të paktën 25 ministra. Nuk jam pak, në kaq vite ndrimi i ministrave. Sa drejtor përgjithshëm janë ndruar. Gjithmonë kemi drejtorin e radhës. Asnjë drejtor nuk e ka mbaruar mision. Nuk e di një drejtor që ka qenë më afër mbylljes mandatit, të gjithë të tjerat kanë ndryshuar. Nga 9 muaj, nga 1 vit, nga 2 vjet, ikën njëri vjen tjetri, kush vjen fillim sulmon, pra gjithmonë sulmen ndaj drejtuesve të përgjithshëm të policisë. Sa ikën nuk merren më. Edhe me ministrin nuk merren më. Po sa janë detyrë ato fjalë të cilët nuk kam qejf të them sepse janë nëpër media. Por ajo çfarë unë doja të thoja, duhet kujtojmë 97. Ka qenë një periudhë që unë kam përjetuar dhe kam qenë detyrë. Me ato blindet që vinë nëpër qytet, me ato ndihmat që i kemi dhënë, duke shkuar në të gjitha rrugët e qytetit. Hyrë në kombinat, kemi hyrë tek dikur sot është Vision Plusi, kemi hyrë rruga Elbasanit, gjithë ato të tjera, çdo telefon, alo policia përgjigjen strukturat tona. Dhe kemi dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme ato grupet me një devotshmëri kur njerëzit vepronin dhe për të marrë miell. Dhe kishin situatë që edhe nga herë kishin njerëz që e braktisën furgonin e policisë. Njerëz i tërhiqur militar, pra një polici që u sulmua në mënyrë barbare. Dhe vim sot ke kjo polici që jemi dhe ka që ne duhet të shkojmë. Një polici që nesër duhet të jetë me inteligjencë artificiale, tek ajo polici që duhet të ketë edhe duhet përgatitet për një tjetër botë që po vjen. Sipas sistemeve shoqërore, edhe në rrugtimin e saj edhe policia e shtetit ka patur ato ulje ngritjet e saj, ka patur pikën më të lartë, po ka shkuar edhe drejt shuarjes, mund të themi. Po të marrim në historik të saj, siç thatë edhe ju, edhe në gjatë periudhës së luftës së dytë botërore me pushtimin e Shqipërisë, policia është vendosur në funksion të pushtuesve dhe nuk ishte më në funksion të shtetasve shqiptar. Më vonë pastaj po flasim me atë që thatë ju në 92-shin, me ndryshimin e sistemit, u bën reforma në policinë e shtetit, rreth 80% e punonjësve të policisë u ndërruan, pra erdhën kontingjente të reja dhe ikën ata që ishin. Filloi shteti të organizohej me ato që edhe ju thatë me vendosje, largime të ministrave dhe drejtorëve të përgjithshëm me ndërhyrjet dhe po vim në 97-ën atë që përmendët ju që mund të them policia e shtetit vajti në një pikë të shuarjes. Jo për fajin e saj, se policia u braktis dhe e vërteta është që qytetarët u armatosën. Gjithë armatimi dhe municioni që kishim shkoi në dorë të qytetarëve dhe policia mbeti e vetme. Por jo pa dinjitet. Policia i ka afruar shërbim me ato mundësira që kishte, ajo që thatë edhe ju se keni qenë edhe vetë pjesëtari i strukturave të policisë. Një pjesë e braktisën detyrën, e vërtet. E braktisën dhe lanë detyrën, lanë objektet, lanë shërbimet dhe shkuan
sipas secili, sipas mendimit të tij, veproi me iniciativë, jo me urdhra. Ndoshta mund të ketë pas dhe ndonjë urdhër, nuk e di se s'kam ndonjë të dhënë të saktë, por punonjësit e policisë që qëndruan në krye detyrës kanë qëndruar me devotshmëri. Me devotshmëri dhe janë përgjigjur thirrjes dhe kërkesave që ka pasur komuniteti. Ata me të vërtet janë heronj. Janë heronj dhe, janë heronj dhe edhe sot i kemi në radhët tona këta punonjës policie, por respekt edhe për ata që s'janë sot në policinë e shtetit, sepse kanë respektuar dhe kanë zbatuar ligjin. Më vonë pastaj policia e shtetit ka ardhur duke përmirësuar mbas 97-s, përmirësoi infrastrukturën ligjore dhe nënligjore, bëri shkëputjen nga forcë ushtarake, kaloi në një strukturë administrat publike, dhe që atëhere mund të themi që u bë një strategji për policinë dhe e cila vazhdon edhe sot për kryerjen e të gjitha shërbimeve ndaj komunitetit dhe realizimin e të gjitha detyrave. Po, zoti Mullaj, më falë. Mbaj mend në 97 unë isha fëmijë, sa kisha dalë nga banka e shkollës dhe kisha filluar në polici, u praktis dozuan gjithë objekte policore dhe më grumbulluan më vonë disa oficerë të policisë që ndjeni me policinë të tyre dhe thanë do ta riorganizojnë policinë. Dhe e nisëm nga pikë e parë nga Kakavia. Unë në shërbim aty bashkë me një koleg tjetër jam plagosur në krye detyrës në atë kohë, në kohën e famshme të 97-s, na morën makinat që kishim aty, se vinin grupe bandash të armatosura, por siç tha drejtori Agroni që policia gjeti forcë u ringrit me dinjitet dhe sot ashtu. Pra, policia në gjithë rrugtimin e saj është rritur dhe zhvilluar në proporcion të drejtë me zhvillimin shoqëror të vendit. Siç ka qenë zhvillimi i vendit, ashtu ka qenë dhe policia. Sot policia ka dy sfida, nderuar gazetar. Zoti Lidar. Ka dy sfida. Ne ndjejmë sepse i dhëm disa vite pasion punës policisë, por të tjerë më shumë se ne. Dhe të tjerë më shumë do t'i japin asaj. Sepse policia është edhe do t'jetë, është një makinë që vlen për institucione shtetërore, vlen për jetën dhe sigurinë e qytetarëve, vlen për të mbajtur rregullin në qytet, vlen për të sistemuar, sepse për çdo gjë institucione që prodhon thotë shpeshherë Genti siguri 24 orë policia e shtetit. Çdo kohë që do të kërkoni të bini telefonit, janë po ata. Sigurisht dhe kjo organizatë e madhe ka probleme brenda saj. Ka dy probleme. Luftë me krimin organizuar, po luftë edhe me një lloj inkriminimi që ka brenda saj. Sepse jo pak nga përgjimet personat përfshirë, të cilët janë bërë duke trahtuar uniformin e policisë. Pse ndodh kjo? Kush mund të jenë motivet? Sigurisht në çdo organizat ka moll të kalbër që nëse rrin gjatë brenda sportës mund të prodhojnë infekcion dhe ja mund të përhapet në moll të tjera dhe mund të kalbë të gjithë sportën, por duhet të jetë vëmendja e antikorpeve të institucionit, i cili duhet të monitorojë kontrollorin, pra edhe brenda strukturës duhet të ketë mekanizma të cilët të referojnë paligjshmërinë dhe mendoj që një nga nevojat që ka sot policia e shtetit për të rritur edhe në dinjitetin e saj madhor dhe që i takon, mendoj që duhet nisi pikë pari nga zhvendosja e përzgjedhjes së drejtorit përgjithshëm policisë shtetit. Unë mendoj që ka ardhur koha në vendin tonë që drejtori përgjithshëm të përzgjedhet nga Parlamenti i Shqipërisë, pra të jetë i barabartë me avokatën e popullit dhe me institucionet e tjera kushtetuese, sepse kjo do t'i garantonte më shumë pavarësi, do t'i garantonte më shumë depolitizim dhe do të referonte në parlament ku është, si them, vendi ku bëhen edhe ligjet të cilët policia e shtetit duhet t'i zbatojë.
dhe mendoj që duhet nisi nga këtu. Sigurisht, Policia e Shtetit duhet përgatitet për sfidës së ardhmes, duhet të integrojë sa më shumë manuale dhe procedura të Bashkimit Evropian, të policive të Bashkimit Evropian, sidomos në respekt të drejtave të njeriut. Këtu thanë disa projekte që janë me policitë europiane në vendin tonë, nga Europoli, nga Interpoli, nga policia suedeze, policitë e vendeve veçine që ndihmojnë me asistencë teknike, financiare, por edhe me lektorime. Duhet përgatitet policia për hapin e madh, sepse do të jemi një polici brenda Bashkimit Evropian. Dhe kjo është një sfidë që duhet ta mendojnë drejtuesit e lartë të policisë së shtetit, dhe këtë vizion duhet t'ia transmetojnë edhe punonjësve të tjerë. Dhe pika e fundit që duhet të diskutoj sonte është raporti i policisë së shtetit me protestat. Në shpesh herë ne kemi vënë re edhe si media, si gazetar, që nga të dyja palët ka problematika, edhe nga ana policore, po edhe nga ana qytetarëve, që shpesh herë protesta del nga kontrolli, situata del nga kontrolli, dhe shpesh herë përgjigja e policisë së shtetit nuk është proporcionale. Pra, në raport me numrat, në raport me agresivitetin e protestës, shpesh herë bëhen dhe veprime jo proporcionale, shpesh herë bëhen edhe nga drejtues të cilët nuk arrin dot ta masin mirë se çfarë duhet bërë në këto momente. Por ka pasur edhe raste ekstreme, siç ka qenë ajo, unë e thash sepse nuk kam parë ngjarjet e 97-s se çfarë është bërë policisë së shtetit, mbaj mend se çfarë është bërë në 1 janar, me thënë drejtën. Një dhunë e frikshme ndaj uniformës nga qytetarë të galvanizuar nga politika. Pra, shpesh herë situata ka dalë jashtë kontrollit, duhet të jetë më përmbajtur dhe më e vetë përmbajtur në raport me qytetarët, në raport me përgjegjësitë demokratike që ka një institucion. Kujdes që do t'ju ndërpres. Policia duhet të jetë e ardhës. Lutem, se jam në limitet e kohës. Atëherë arritëm në fund të emisionit ton, dhe ajo çfarë mesazhi im për sonte është që kudo që t'jeni ju punonjës të policisë së shtetit, t'jeni krenar, të mos të demotivoheni në punën tuaj, pa ajo çfarë duhet të kërkoni më shumë është paga, kushtet e punës, uniforma, mbrojtja ligjore, strehimi, ndihma që do të ketë për ju, për familjarët tuaj, të smur, bursa studimi, do të ketë një mbështetje për orët e jashtëorarit, për pagesat e tyre. Do të keni strehimin patjetër që është bazë kryesore. Nëse nuk i jepet një strehim të ndërtohen zona, siç është qyteti studentë, i tjetër për punonjësit e policisë, ku të keni edhe supermarketet tuaja për të pasur më shumë siguri. Patjetër që është një luftë e cila vjen dhe vazhdon, sepse brenda organizatës ka dhe persona që punojnë kundër jush, por unë do ta përkufizoja, do të thoja që tenxheret bosh, kur rrugullisën për shkallë, bën më shumë zhurmë se tenxheret bosh. Pjesa e shëndoshë e policisë është pjesa dominante dhe ajo që e mban këtë vend. Prandaj do ta mbyllim atë këngën për policinë e shtetit, që është dashuria për ju dhe punën tuaj, respekti për ju dhe punën tuaj, por rreth parë familjarëve tuaj të cilët ju suportojnë. Dilni të parët, hapni dritën në shkallë dhe deri të fundit që ktheheni në banesë, siç tha dhe Genti, që nuk e dihet kur ktheheni, a do të jenë gjallë, sepse përballesh me rrezikun, ju e dini shumë mirë, ju e ndjeni shumë mirë se çdo të thotë rrezik për jetën. Faleminderit të nderuar që ishit pjesëmarrës në këtë avolinë. E tham këtë në këtë përvetor të 113 të policisë së shtetit. Pata kënaqësinë këtë panel të ndaja me Agron Çelin, si gjithmonë, jo vetëm oficer karriere, jo vetëm drejtues i lartë i policisë së shtetit, por një familjar i devotshëm dhe një person i cili rreth parë ka dashuri për uniformën e policisë. Faleminderit Genti Mullaj për kontributin, për atë që ju çdo ditë, edhe kur unë them për një takim që të kemi pjesëmarrës, ju pafund nga gjithë mediat ju kërkojnë që të kemi kontakte dhe të kemi mundësi, e kuptoj vështirësinë dhe nuk është e thjeshtë. Faleminderit Lavdrim Lita për ato çfarë ju analizuat dhe sollat në këtë studio. Faleminderit të gjithë ju që na dëgjuat. Në emision e radhës, siç e thash, të premten tjetër do të kemi
familjarët e të rënëve nga policinë e shtetit për problematika toke, se si ndjen fëmijët e tyre ata vetë, qoftë për kompensimin financiar. Fundit gjaku është njësoj. Faleminderit, natën e mirë. Mos u largoni, ndiqeni këngën për policinë e shtetit. Titullohet Uniforma e zemrës. Natën e mirë, emision e ardhshëm. Qyteti heshte nata zbret, alo policia thret kur frika flet. Ajo del pa zhurm, pa jetë të qet, me uniform mbi shpin betim që spret. Në sy ka forcë, në zemër ka mal, mes ligjit dhe jetës e cën përbal. Ku shtëpia flet, e drita shkon, alo policia ruan rendin ton. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Grua në shpirt, polisë në rrug, një dritë që s'fiket në rësir të plot. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Në forcë që jeton, me zemër në mbron, dhe në çdo errësirë ajo sfitohet. Në patrull kufi në çdo stacion, alo policia të bën shkon. Në çdo paragjykim, heshtje dhe vështrim, historia e saj flet pa dyshim. Nga Shqipëria në mision e larg, alo policia dignitetin larg. Si flamur në bal, jo për pushtet, merr duar trokitje të vërtet. Me uniform në zemrës në trup, alo policia zëri që s'pushon sot. Grua në shpirt, policia